Seanca paraprake për dosjen e Ilir Metës ku pritej të vendosej mbi kalimin e çështjes në gjykim u shtyp për shkak të mungesës së avokatit të Monika Kuremallait. Gjyqtarja Irena Gjoka pezullloi afatet e paraburgimit të ish-presidentit, ndërsa SPAK paraqiti prova të reja, të cilat sipas prokurorisë së posaçme janë të rëndësishme për vijimin e hetimeve. Avokati i Metës akuzoi gjyqtaren për shantazh ndaj prokurorëve, duke pretenduar se ata po hetohen për akuza të ngritura nga Sali Berisha. Nuk na shqetëson letër porosia në vetvete si provë. Ne na shqetëson fakti që organi i procedurës ka përfunduar hetimet dhe vazhdon po kryen hetime sot që ne po diskutojmë çështje në seancën paraprake. Kjo është e tmerrshme dhe do marrim qëndrimin ton për sa i përket gjyqtares zonjës Irena Gjoka. Dhe ne me këtë gjyqtare është shumë e vështirë që ta përfundojmë këtë proces gjyqësor, sepse kjo vazhdon akoma, unë prezent aty, ajo pezullon afatet. E kuptoni çfarë nivelesh po flasim apo jo? Pse mungon një avokati një të pandeuri tjetër. Edhe Monika Kuremalli u shpreh se SPAK po zgjat hetimet me qëllim mbajtjen në burg të Ilir Metës dhe ushtrimin e presionit ndaj saj dhe familjarëve. Prokuroria vazhdon heton, thërret dëshmitar, merr letër porosi, pra do të thotë që hetimi për zotin Meta, Monika Kuremalli, maman time Fatime Kuremalli dhe të tjerë nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Është vetëm një qëllim për të mbajtur zotin Meta në burg, për të mbajtur Monika Kuremallin dhe familjarët e saj nën presion. SPAK kishte mbyllur hetimet për dosjen e ish-presidentit në fund të muajit korrik. Në këtë dosje përfshihen 3 çështje: hetimi ÇSD-ja, lobimi i LSI-s në SBA dhe pastrimi i parave nga ish-shifti presidencial, ndërkohë data e re për vijimin e seancës pritet të caktohet nga gjykata e posaçme.